World Cup në RTK Radio. Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim drejt për së drejti nga studio e RTK Radios. Në të njëjtën kohë jemi live edhe në rrjetin ton social Facebook me një emision tjetër të ri, kuptohet për sa i takon kampionatit botëror të futbollit, i cili po mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik. Tashmë janë kompletuar çiftet e fazës së 1/8 së finales pas ndeshjes që u zhvillua faktikisht në orët e hershme të mëngjesit. Ishte Argentina që me mund të madh pas vazhdimeve realizoi një fitore të mundimshme ndaj befasisë dhe senzacionit Kepit të Gjelbërt, ndaj të cilit realizoi një triumf prej 3-2, që një lojë jashtëzakonisht interesante ku përpaksa edhe nuk përfundoi me penallti. Gjithsesi, për këtë dhe ndeshjet të cilat na presin sot dhe ditëve në vijim, e që në të vërtetë janë të vlefshme për fazën e 1/8 së finales për ngjarjen më të madhe të kampionatit botëror të futbollit. Pra, do të flasim me dy mysafirët e nderuar dhe të respektuar në të njëjtën kohë të ftuar tashmë, të cilët kanë se çfarë të na thojnë në këtë fazë, pasi do të kemi ballafaqime të jetë interesante. Në krahun tim të djathtë kam kolegun dhe mikun, gazetarin e sportit nga Index Online, është Granit Tërstena, të cilin e falenderoj për prezencën e tij. Faleminderit shumë për ftesën. Ja më thonë kapitena, se i kena është marrë termin që përdormi. Kemi qenë dhe bashkëtar, dikur edhe ish futbollist, që lirisht je kapiten. Po, faleminderit shumë. Kapiteni me nën kapitenin, përndryshe, faleminderoj shumë që përkundër angazhimeve ke gjetur kohën e mjaftueshme që të jesh pjesë e këtij emisioni special kushtuar Kupës së Botës. Faleminderit shumë për ftesën. E në krahun tim të majt, po ashtu kam të ftuar për nga rëndësia një ish futbollist, dikur tani më trajner i futbollit, Eugen Rafuna, të cilin po ashtu do ta falenderoja për prezencën e tij, nga se po i ka angazhimet. Ishim edhe në Radio Televizionin e Kosovës së Bashku, edhe më bëri përshtypje nga se kisha kohë që nuk kisha takuar. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Shumë faleminderit edhe një herë përndryshe për realizimin e emisionit sportiv në Radio Kosova 1, por në të njëjtën kohë edhe në rrjetin ton social Facebook, po për kujdeset një ekip ose një skuadër tërë, sikurse që është edhe loja e futbollit, është në pjesën tjetër të studios duke u përkujdesur për anën teknike Astrid Demaku, pastaj Shpejtim Saliu, organizatori jonë Rebzi Mustafa, kolegët nga redaksia e sportit Edmond Thaçi dhe Faruk Bajrami. Pa humbur kohë do të nisim me këtë ndeshjen që përpaksa edhe nuk u shkaktua befasia më e madhe Argentinë Kepi Gjelbërt, sfida e fundit e fazës 1/16 së finales. Granet e ke pritur një rezistenca ashtë të madhe të Kepit të Gjelbërt, që tashmë po del të jetë, se jo rasisht ka arritur deri në këtë fazë dhe jo rasisht ka marrë pikë dhe nuk ka lejuar që ta mposhtë Spanja, madje dhe Uruguay. Në fakt, Kepi Gjelbërt ka treguar vërtet që është, po themi ashtu, befasia e këtij edicioni në Kupën e Botës, edhe pse është herët, është eliminuar ndoshta po themi herët, por definitivisht është befasia e Kupës Botës. Tash mbetet veç kush e fiton, është fituesi, por ndryshe befasia më e mirë që i ka ndodhur këtij kompeticioni është pikërisht Kepi Gjelbërt. Nuk më ka marrë mendja që do të ketë, do të shënoj në fakt 2 golla ndaj një Argentine, por megjithatë Kepi Gjelbërt u tregu sensacional dhe me paraqitjen, po themi ashtu, luftarak, sepse nuk është që ka shumë yje në skuadër, por që të bashkuar arritën me i bë ball edhe Spanjës në grupe, por edhe Argentinës në këtë fazë. Gjuna që nuk është kualifikuar tutje, por sigurisht do të ishte gjuna nëse nuk të shkonte Argentina. Kështu që mendoj deri këtu ka qenë një rrugtim fantastik i Kepi Gjelbërt. Më bëri përshtypje edhe një deklaratë të tërfituesit të topit të artë Argentinasit të Lionel Messi, i cili pas fitores së mundimshme, pas vazhdimeve ndaj Kepit të Gjelbërt në 1/16 në finales me rezultat prej 3-2, nga se ishte rezultati prej 2-2 për baras gjithçka deri në fund, që thanë ndër të tjera se e kemi pritur se do të jetë një ndeshje shumë e luftuar, kështu doli të jetë dhe në fund e pranoi se jo rasisht Kepi Gjelbërt barazoi me Spanjën, por në të njëjtën kohë dhe me Uruguayn. Po, fatos, unë e kom përcjell ndeshjen dhe më kalon shumë një përshtypje e skuadra e Kepit të Gjelbërt. Mendoj që ky kampionat i botëror me 48 skuadra ka qenë shumë atraktiv. Kalon shumë për të menduar se nuk është kampionati botëror nuk është vetëm për skuadrat e mëdha, super favorite, por është edhe një mundësi për këto skuadrat më të vogla
që të shfaqen në këtë mënyrë siç ka qenë Kepi i Gjelbërt. Ndërsa për skuadrat favorite është gjithmonë ajo duhet të fitosh ndeshjet për të avancuar tutje. Këtë bëri Argentina me përvojën e saj, nga se gjatë ndeshjes mendoj që Kepi i Gjelbërt në disa momente ka qenë edhe më e mirë se Argentina. Po këto e ka futbolli, kur kis në skuadër lojtar me shumë përvojë edhe në momente kyçe atëherë është edhe më e lehtë. Edhe në kompar atë intervistën e Mesit pas ndeshjes, ku gazetarja ka bënë një pyetje që shikoj të gjithë ekipën e Kepi Gjelbërt është duke të pritur me bu foto. Ai në mënyrë çesharake e kishte kthy përgjigjen që është e vërtetë që po të më prit me bu foto, po gjatë ndeshjes se gjithë secili janë munduar për me faullu. Kështu që din brenda fushës ka qenë gjithçka okay, po pas fushës normal Messi është një legjendë dhe secili e ka atë dëshirën e vet me pas një foto me to. Absolutisht. Granit, ndër të tjera po e shohim që kjo garë ose kampionati botror i futbollit që për herë të parë po mbahet në 3 shtete të ndryshme dhe për herë të parë me 48 kombëtare, tashmë në fazën e 1/8 së finales, por edhe në fazën e kaluar faktikisht veç që po dëshmohet se nuk ka kundërshtar të lehtë, pasi pakush duke u nisur edhe nga unë personalisht e kam besuar se Argentina do të hasë në vështirësi aq të mëdha ndaj ekipit të Gjelbërt, por jo vetëm Argentina, por edhe disa kombëtare të tjera që faktikisht janë llogaritur si pretendente të shkojnë deri në fazën finale. Në fakt, tash jemi edhe në fazën më të vështirë të Kupës Botës, kështu që kush e ka kalu grupet dhe fazën e parë sigurisht janë llogaritur si top favoritë, po themi ashtu, dhe shumë të vështira deri në fazën finale. Kështu që mendoj që secila kombëtare që është tani në 1/8 e finales është pretendente për me fitu Kupën e Botës. Sigurisht të i dallu ndoshta 2-3 favorita kryesor, por synimi i gjithëve kombëtarëve është me shku deri në finale dhe me bëj histori. Kështu që nëse mundemi përmend edhe për shembull Kolumbinë me Ganën që ka qenë ndeshja pas Argentinës, më jep shumë përshtypje të mira edhe kombëtare e Kolumbisë, e cila ka treguar paraqitje fantastike në gjatë Kupës Botës dhe është njëra prej këtyre kombëtarëve të bashkuar, sepse s'ka shumë yje në ekip, janë 2-3 ndoshta nëse mundemi me veçu, por që mundet me arrin ndoshta edhe deri në fazën gjysmëfinale sepse jo edhe finale. Edhe pse tani do ta ketë Zvicrën, nëse e di si kundërshtar, por që mendoj që ndoshta do të jetë, po themi ashtu, edhe kafshat e lehtë të kombëtarëve të Zvicrës për Kolumbinë. Edhe pse sigurisht bëj tifo për Zvicrën për shkak edhe 2 lojtarë shqiptar, por që besoj që Kolumbia do të jetë tash befasia e radhës pas Kepit të Gjelbërt. Përveç se do të flasim edhe për ndeshje tjera apo çifte tjera të 1/8 së finales, por para se dalim aty, në fakt ta plotësojmë këtë pjesën e fundit. Argentina pasi eliminoi Kepin e Gjelbërt pas vazhdimeve prej 3-2 për kundërshtar do ta ketë Egjiptin, që po ashtu me mund të madh pas ekzekutimit të penaltive e eliminoi Australinë, që befasoi më të mirë 4-2, ndeshja në kohë të rregullt 1-1. Mendon se Egjipti do të mund të shkaktojë probleme më të mëdha Argentinës? Dje gjatë emisionit e kom parashikuar që ka me qenë një ndeshje barastueshme, që do të ketë penalti, po nuk e mendoj që Egjipti mund të bëjë ball Argentinës. E mendoj që ka qenë maksimumi që ka mujtë me arrit ekipe e Egjiptit deri në këto momente. Nuk mendoj që që tash futbolli është i paparashikueshëm, por nuk dëmon ka qenë maksimumi që ka mujtë me arrit deri në këtë fazë. Edhe unë personalisht dje në radio televizionin e Kosovës, ndër të tjera, ku isha i ftuar tek kolegët tanë, thash se favorit absolut është Argentina kundër Kepit të Gjelbërt, por po ashtu edhe Kolumbia ndaj Egjiptit, megjithëse që të dyja ndeshjet u mbyllën me rezultat të ngushtë ose minimal, nëse mund të themi, për Argentinasit dhe për kolumbianët, që realisht po pajtohen Glanet janë një kombëtare që do të mund të shkaktojnë shumë probleme, e këtë pakush e ka pritur, nga se gjithmonë jemi nisur nga këto ekipe të mëdha siç është Spanja, Franca, Brazili, për të mos harruar dhe Anglinë, për të cilën ti bën shumë tifo. Për Granit Tërstenen, nga kjo fazë, nga 1/8 e finales, kush mendon se do të mund shkoj deri në finale? Kuptohet që futbolli është loja më popullarizuar dhe në të mund të ndodhë gjithçka, por
në bazë të asaj se çfarë ka parë që nga fillimi I kampionatit botror pas daljes nga faza e grupeve dhe ajo e 32 e finales. Nëse shohim pikërisht nga kjo ana që kem të folur deri tash, ku është Argentina, Zvicra, Kolombia dhe Egjipti, mendoj që prapë se prapë në letër favorit është Argentina me arrit deri në finale, por që do jetë vështirë sepse do ta ketë fillimisht Egjiptin për ta kaluar dhe pastaj Kolombinë ose Zvicrën. Kështu që mendoj nëse e shoh favoritin kryesor edhe pse bëj tifo për Anglinë dhe shpresoj që të shpallet kampion dhe ta shijoj në Kupë Bote se tifozi traloanëve, por që do jetë shumë vështirë, më ka zgjënjur shumë loja aty. Mendoj që ka me qenë kombëtarja e Francës që është favorite për me u shpall kampion nëse I shohim në letër pra të gjitha shtetet tjera. Mendoj që Franca është favorite për me fitu Kupën e Botës duke pa gjithë skuadrën dhe po themi ashtu yje që I ka Franca, nuk e di ai ka ndonjë kombëtare tjetër. Kampiona me Parisin, kampiona në liga tjera, lojtarë që kanë qenë ndoshta më të mirët në sezone si në Premier League, ashtu në ligë të Francës dhe në liga tjera dhe kështu Franca është e kompletuar me gjithë ato futbollista. Kështu që Franca është favorit absolut për me shku finale dhe me fitu krejt. Për granitin Franca faktikisht mund shkojnë deri në finale edhe realisht duke u bazuar në të se çfarë ka treguar deri më tani ka qenë njëra prej kombëtareve që ka bindur më së shumti. Po për Eugenin? Kush më kam bind? Për post Francës, kum pas edhe një përshtypje të mirë me Argentinën, po dje ma largoj atë përshtypje, mendoj që është Spanja. Edhe pse Spanja mendoj që e ka bushtin kryesor të skuadrës mirë, po pak kthimit e Rodrit peshoj që një farë mungese në 7 minutazhe që ka pas gjatë sezonit. Mirë, po Spanja gjithmonë e ka ADN-n e saj edhe e shet favorite për atë arsye që në momentet kyçet që I kanë ndeshjet kryesore atë mendoj që është një hap më lart se këto skuadra tjera. Të po orarin e ndeshjeve më ron sy që 7 skuadra që kanë nga Amerika Latine, domethënë që kanë vetëm 7 evropian, që domethënë është futbolli ja kanë nisë mu parashtru me evropian edhe kundër Amerikës, kështu që ka me qenë një botror pa parashikueshëm, nëse veç është shkruar me konë një befasi, atëherë mendoj që ka me qenë ose Maroko ose Kolombia, po si favorite shoh Argentinën ose Spanjën. Maroko ose Kolumbia do të mund të shkaktojnë befasi të këndshme nëse mund të themi. E përmendin ndër të tjera Eugeni se në të vërtet to ekipet ose kombëtarët afrikane jo se nuk kanë potencial për të fituar ngjarje të mëdha, por sikur edhe ajri edhe lartësia atje po I përshtatet më tepër atyre se sa këtyre përfaqësuesve që janë nga Evropa. Mendoj që pikërisht për shkak edhe që përmbahet atje në 3 shtete I konvenon shumë këto kombëtarëve latine, po themi ashtu, dhe sigurisht që kanë arritë edhe me mu kanë 7 prej më të mirave deri tash. Po ku ka një farë baraspeshë, 7 Evropës, 7 Amerikane Latine. Kështu që mendoj se pikërisht orari, temperaturat, ajri që po thu, gjithçka I përshtatet kombëtarëve të latine, pra kështu që do të jetë shumë interesant. Unë e di për shembull nëse bojnë ana një udhëtim dikun jashtë. Ai po ç'lodhmi. Edhe pse këto kombëtarët evropianë janë shku me kanë qëndru, po më herë, po prapë është një farë lodhje që nuk mundesh më ambientu shumë me ajrin, me orarin, ndoshta s'mund me flajt hiç. Kështu që është shumë vështirë mendoj për kombëtarët evropianë, por përparësi e madhe për kombëtarët latine. Meksika është ajo që kam cekë edhe dje, që ka me lutë në lartësi 2200 metra mi nivelin e detit, edhe të shjelli prap I dol me një intervistë që ndoshta për me hekat euforinë e skuadrës tij I kishte thonë që në këtë ndeshje shoh favorite Meksikën, po vetë në aspektin e ajrit, se normal që Meksika këtë ndeshjet I ka zhvilluar në Mexico City, edhe është ambientuar me atë ajrin që është atje,
për këtë arsye ndoshta edhe pak këtu ekipet e Evropës kanë një problemi, një farë ngërçi që nuk më mundën ndoshta edhe me më të mirën nga vetja ose duke po lojtarë që po luajnë në Evropë, unë dje kam pa edhe ndeshjen me Argentinën, kanë lënë shumë përshtypje Enzo dhe Mek Alisteri, domthonë mendoj që mos kishte më qenë pushimi që i kanë çdo 23-4 minuta, ndoshta në pjesë parë ata vetë që më kishin lyp ndrrim, domthonë nuk mushin as që thonë në asnjë kom të veta me nejt. Edhe për këtë arsye ndoshta është pak problemi kryesor i këtyre skuadrave nga Evropa për shkak të oksigjenit që është ndryshe klima atje dhe për këtë arsye edhe Tucheli kish pas shumë një farë frike për këtë temën e lartësisë, po besoj që Anglia masi graniti është fans. Vallahi jam fans, po vetëm kontorës që më të tutësh Meksika. Shumë të vështira Meksika, tepër vështirë. Edhe kanë zhvilluar një grup të jashtëzakonshëm, domethënë është një prej kombëtarëve që përveç Kolumbisë më kalon përshtypje të jashtëzakonshme. Dhe mendoj që edhe se Tucheli ndoshta pe gjuj presioni ka Meksika, po unë s'kam çfarë gjuj, veç që di që Meksika ka më kon shumë favorit. Shumë favorit. Mirë që e ke punën e mesfushorëve se edhe Vitinha, për shembull Vitinha mesfushori, mendoj që është më i mirë në botë. Domethënë me Portugalinë po e largon trajnerin minutën 45-50. Ndoshta është kjo arsye që edhe vetë ceke klima, lodhja ka ndiku. Ndoshta edhe sezoni që ka pas në Parisin, por vrej do lojtarë që luajnë në Evropë, që kanë qenë më të mirë, s'mund me ja dalë hiç. Anglia Tucheli nuk i ka lënë ekspeditën me vazhdu me shkuën në Mexico City deri në një natë para ndeshjes, veç për çet arsye që mos me bilemi pas lojtarët ende me oksigjen normal, po tash të shumë pe këtyre përballje çfarë do të ndodh. Apet më mirë me pas befasi. Po, është e pashmangshme për Granitin një pyetje për gazetarin e sportit kolegun ton nga Index Online, me që je fans i anglezëve që realisht janë një kombëtare nga e cila po pritet shumë, tani më në drejtimin e strategut Thomas Tuchel, gjithsesi, nëse Franca ka Mbappén, Argentina Lionel Messin, Cristiano Ronaldo i Portugalisë. E këto kombëtarët e tjera, po shohim një Spanjë që po udhiqet më tepër nga Oyarzabali se sa Lamine Yamali. Anglia ka një Harry Kane që ka zhvilluar një prej sezoneve më të jashtëzakonshme, jo vetëm tek Bayern Munichu, por edhe tek Anglia. Mendon se performanca e tij do të mund ta bëjë diferencën pikërisht në këtë ndeshje vendimtare të cilën Anglia do ta zhvillojë në 1/88 e finales pas nesër, pas mesnatën në orën 2 kundër Meksikës, që është njëra prej 3 shteteve organizatore. Po pikërisht mos pas kon Harry Kane, s'kish më fol për Anglinë, se kish më fol për këngën, sepse Harry Kane arriti me 2 gola me kualifiku kombëtarin e Anglisë tutje dhe e kemi pasur çfarë gola. Kështu që më do sikur e mor komplet kombëtarën mbi supë dhe leta sonë kry vet këtë farë punë, se jo ky par Bellingham dhe lojtarë tjerë që janë kozë me zër arrit që me u fut në zonë. Kështu që mendoj që mirë që i cekë këtë yjet e kombëtarëve, mendoj që Harry Kane është po themi ashtu ylli i kombëtarës që ka me bë diferencën në secilë ndeshje, sidomos edhe nëse si për rasti, ai e gjen rastin vet. E kemi pasur Harry Kane shumicën e lojës si të Bayern ashtu të Anglia lun edhe mes fush. Shkon me topin mes fush dhe pastaj organizon sulmin, që ka pak sulmues non shatill. Tash Ronaldo ka nisë në kopju, por Ronaldo pedim se për bën këtë sen. Për shkak të moshës dhe nuk po më të angazhu më tepër. Kështu që Harry Kane mendoj që është ylli dhe po themi ashtu vendimtari që mundet me kualifiku Anglinë tutje, me qenë se është Harry Maguire, se po të ishte ai këto raste që i kanë me kornere, kështu sigurisht do të çononte gol, por tani është mbi supët e Harry Kane-it komplet Anglia. Edhe mendoj Harry Kane, sidomos gola e dytë kundër Kongës, për mu ka qenë ndër golat më të mira e këtij sezoni, lemor të Kupës Botës deri në këtë momente, në atë mënyrë, deri fillimi që ka fillu me festu, unë nuk e kom di që aprofundoj në rrjet, domthonjë çaq mirë ka ekzekutuar atë goditje që është shumë e vështirë në aspektin e sulmuesit në ato hapësira të ngushta, mirë po kjo po tregon që një ka një sezon fantastik edhe është ndër lojtarët që unë mendoj që është pretendent për topin e ortë, sepse ka pas një sezon shumë të mirë në Bayern, edhe tash me kombëtarën e Anglisë,
siç tha Granit e ka marrë mbi supe, edhe mendoj që nëse vazhdojnë në këtë mënyrë ekipa anglisë me ndihmën e Harry Kane, mendoj që do ta ketë probleme edhe këtë edhe me ndeshjen e Meksikës. I ka largu në fakt Anglia, si ka marrë me vete për shembull Cole Palmer, Phil Foden, të lojtarë që kanë mujt ndoshta me bë diferencën në lojë, edhe pse sigurisht se ka marrë për shkak se kanë pas një Sezon shumë jo të mirë, po. por kanë qenë ndoshta emra që kanë mujt për me marrë kështu mbi Ka supe. qenë kritikus edhe për mos ftesën e Arnoldit. Edhe Arnoldi për Që shembull. kanë bërë disa lëndime ka pas nuk po ka shumë Është detyruar me lut me Declan Rice në ekranin mbrojtës, kështu që mendoj që unë mendoj që është mundu me hekat presionin që ka pas me herët trenirat e Anglisë, që gjithmonë kam po në intervistë Lampardit që ka thonë në moment që kena hyp në aeroplan, atëherë kanë filluar mundo edhe lojtarë, domthonë Liverpooli ka nejt bashkë me grupacione, e mendoj që kjo ka qenë problemi kryesor i Anglisë deri në këtë momente. Normal, fati tyne në Evropian kundër Spanit që humbën edhe e ka një mendoj një gjenerat që nuk duhet me shku që thuj me shku dëm, sepse ndoshta këto gjeneratat e reja nuk janë në cilësinë e Harry Kane që me të vërtetë është një sulmues për momentin është goleador. Absolutisht po. Edhe është koha të flasim për dy ndeshjet e sotme, nga se nuk ka pushim në kampionatin botror më njerë sot në një entitetin e finales prej orës 19 Kanadaja, Maroku, kurse me fillim nga ora 23 Paraguay, Franca. Eugen, e përmende më herët edhe Marokun, folëm bashkë këtu në studio të RTK Radios, ku jemi live edhe në rrjetin tonë social Facebook edhe me Granit Tërsenën, se Maroku është një kombëtare që po ashtu mund të shkaktojë shumë probleme ekipeve kundërshtare, nga se e kemi parë që në kontinuitet e bën një gjë të tillë, sidomos në kupat e botës. Po, fatës, mendoj që gati që 6 vite skuadra Marokës ka filluar me bën një skuadër, një komponim, mendoj që nga kupa e botës 2 ose 3 lojtarë nuk janë të njëjtë, domethënë bara kryesore që ka pas skuadra Marokës është ruajtur, plus me disa lojtarë të ri që kanë dalë në pa tash në kupën e botës. Mendoj që përvoja që ka tash duke shikuar formacionet se cila ekipi ka lojtarë që po janë pjesë e skuadrave top në Evropë, gjithashtu edhe Kanadaja nuk është një skuadër që mundet shumë lehtë. Në radhë e veta po ka lojtarë mjaft të sigurt të cilët po luajnë në ekipet e Evropës, sidomos në Premier Ligën angleze. Kështu që mendoj që ka me qenë një ndeshje baraspeshume, po me një anë se mendoj që Maroko ndoshta për shkak të individave që e bëjnë diferencën, mendoj që avancon tutje. Ja dha përvojën që kanë mujt me kriju, domethënë që përmenden kompeticione e kaluara dhe Kupa e Afrikës që ka qenë po. Kështu që mendoj edhe që Maroko është favorit në këtë ndeshje, por që diskutuam çështja e vendasit, po. Kjo ndoshta mund të bëjë vështirësi pak Marokës, por ndryshe e shoh Marokën si favorit edhe në këtë ndeshje. Paraguay që ishte duhet ta pranojmë befasia më e madhe duke eliminuar pas ekzekutimit të penaltive Gjermaninë, që në fillim është llogaritur pashtu në mesin e atyre 5-6 kombëtarëve që mund të shkojnë deri në fazën finale, eliminoi pikërisht gjermanët. Mendoj se do të mund të shkaktojnë paraguajanët ndonjë befasi tjetër ndaj Francës. Tash për shembull te puna e Gjermanisë nuk po duam të bësh shumë ekspert, po gjithmonë komendues Gjermania është favorit gjithmonë për Kupa Botës, por që disa sezone të evropianët edhe të Kupës Botës nuk ka qenë në nivel duhur. Kështu që edhe pse këtë sezon mendoj që ka pas hyje më shumë se sa sezonet e kaluam, por nuk më ka befasu për shembull edhe Musiala, lojtarë të tjerë që luajnë që një kohë dhe bëjnë paraqitje fantastike në skuadrat ku luajnë në Evropë. Por në Kupë Bote ka qenë interesant, shumë befasi. Por në këtë ndeshje e shoh Francën padyshim favorit, sepse Paraguay ndoshta po themi ashtu e kanë pushtur një Gjermani që ka qenë shumë e dobët gjatë Kupës Botës,
dhe ndoshta po themi ashtu me fat është edhe në këtë mes. Kështu që Franca është e pandalshme dhe besoj që shumë lehtë ka me fitu ndaj Paraguajit. Çfarë po më bën përshtypje, prej se kur ka nisur me 11 qershor kampionati botëror i futbollit e që ne faktikisht jemi në përcjellje të tij, pak po e lëm në plan të dytë Brazilin që Më herët e menova, pse si na të vuj për Brazilin. Edhe ka 5 tituj, 5 trofe të çmuara ikonik të Kupës së Botës, e që nesër prej orës 22 do të ballafaqohet me Norvegjin. Pak fjalë edhe për Brazilin që realisht është një kombëtare që po drejtohet nga një strateg si Carlo Ancelotti. Ndaj norvegjezëve që duhet ta pranojmë, janë duke zhvilluar një kampionat që besoj do të mbahet mend. Po sigurisht, Norvegjia për herë të parë ka arrit me shkruaj këtë histori, me ardhe në këto 28-ën e finales dhe për ta është një arritje jashtëzakonshme, por tani ka kundërshtarin më të fortë. Ne s'po folim për Brazilin, nuk e di pse s'po folim për Brazilin, sepse Brazilin e kemi pa këtë ndeshje që ka qenë fantastik. Apo jena të sigurt se Brazili shkon edhe nuk e përmend apo e kundërta. Në fakt edhe sezonin e kaluar se kena menduar për Argentinën. E kena pa ndoshta Portugalinë, e kena pa Anglinë, edhe Argentina hop shkoi në finale fitoi krejt. Edhe ndoshta edhe çto mos të fol për Brazilin, me shkruaj shohim kampion. Po edhe gjithashtu edhe Paraguaji në kualifikimet për në Kupë Botës ka përfunduar 6-ta. Po. Me pikë barabarta me Brazilin. Edhe nashta kjo që ka qenë, e ke po kur të kualifikohesh si me zër, nashta atë shtrëngimin e shliron edhe tani që thujnë kom të ecin vetë. Kështu që Paraguajin e mendoj që masi ka ardhur deri këtu, ka qenë një befasi shumë e madhe. Veç faktin nëse kish me qenë Gjermani-Francë, ne kish lënë një farë ndjenje ndryshe që Gjermania pak me emra, po edhe Gjermania kemi po që ka qenë për mendimin tim e ka pas ekipën ndër më të dobta në histori kombëtarës. Madje ishte raport që u eliminu edhe në penallti sepse gjithë kishte shënuar fitore, nuk e mboj mend që ka pas Gjermania ekip më të dobët. Kështu që në ndeshjen Paraguaj-Francë, normal Franca mendoj që do ta mposht, ndërsa te Brazili me Norvegjin më skeptik këtë përballje. Të po që Norvegjia ka bën një dy ndeshjet e para ka qenë shumë e fortë, ndërsa te ndeshja e tretë e pa një rotacion kundër Francës që për mendimin tim ka qenë një befasi. Shumë befasi. Me shku me ndru të gjithë formacionin 11 lojtar, për mua ka qenë shumë befasi. Ndoshta është kjo që mos t'i lodhë edhe shumë lojtar, ndoshta është edhe kjo është një plus i madh për lojtar që e përmendëm më herët për shkakun e lodhjes të shpesht. Mirë po tash të shumë, edhe pse mendoj që ka më qenë një lojë shumë e baraspeshkuar me Brazil me Norvegjin, aty nëse bjen puna te individualiteti, nashta pak me një nuancë është Brazili, mirë po shumë të baraspeshkuar. Nëse eliminohet eliminohet Norvegjia, meritat disa merita kështu pozitive e kisha drejtuar trajnerit të ne. Pikërisht për faktin që përmend që luajti ndaj Francës me formacionin e dytë. Kjo ndoshta për shkak që me angazhuar gjithë futbollistat në një kompeticion që ka qenë historik për ta, kështu që ndoshta disa merita edhe nëse eliminohet ja kisha drejtuar trajnerit pikërisht, edhe pse s'është që ka dashur fitoria, por me luajtur një kupë bote me formacion dytë është për më kon çuditës, ja ka ndodhur në histori. Kështu që mirë meritat e shkojnë trajnerit që i ka aktivizuar krejt futbollistat në një kompeticion që ka qenë historik për ta. Meritat e shkojnë trajnerit edhe llogaria në fund patjetër që do të shkojë trajnerit si në të mirë si në të keq, nga se mbase po të luante me ekipën e parë ndaj Francës, nuk po themi se do të ishte çudi edhe që t'i bënte boll Francës një Erling Haaland që është po ashtu një prej futbollistëve në mesin e atyre golashënuesve më të mirë, por për këtë çfarë tha që për këtë pjesë patjetër që po nga se u ka dhënë rast edhe atyre futbollistëve që mbase e kanë pas ëndër, vetëm të jenë pjesë e kampionatit botëror, jo më të luajnë. Ka qenë edhe Haalandi ka përmend në intervistë që para ndeshjes Francës, edhe nëse jemi ekip, ai domon veç e kishim pas bum, më duket plan që do të ketë rotacion. Ai pa thonë në intervistë që
edhe nëse na mund Franca nuk është ndonjë çudi se Franca mund të bëhet kampion. Po. Domthonë ka hek ato nga ekipi atë presionin, edhe normal edhe unë më ka orë shumë mirë për atë rotacionin që ka bu. Normal është ndjenjë mirë me debutu me pas minuta është në Kupën e Botës. Këtë ka bu trajneri norvegjis edhe për këtë jam edhe unë okay, po si është edhe tifatos në fundit prapë llogaria të trajnerit. Po çfarë s'deshta me kritiku diçka kështu më thonë, s'deshta ke me hupa, vetëm normal disa pjesën më pozitive, sepse kuptohet është ndër çdo futbollist. Ai mundi pas 2 merita nëse eliminon Brazilin. Po, me një guri 2 zogj. Po. Kështu i bie. Çashtu. Gjithsesi, biseduam edhe për ndeshjen që pas nesër prej orës 2 pas mesnatë zhvillohet ndërmjet Meksikës dhe Anglisë, kurse në po të njëjtën ditë pra pas nesër me fillim gora 21 ballafaqohen Portugalia dhe Spanja. 2 kombëtare shumë të forta, 2 ekipe në mesin e të cilave ka futbollist të klasit botëror, të nivelit më të lartë, që mbasi do të vret edhe në këtë sfidë me një Portugali që ka pas vështirësi në këtë kampionat botëror, një Spanjë që si në hije po vazhdon rrugtimin drejt synimeve që realisht edhe do të mund të ketë shkojë deri në fazën finale, por sa që portugezët dhe spanjollët janë ballafaquar në të vërtetë asgjë nuk ka qenë e parashikueshme. Eugen? Mendoj që ka me qenë ndeshja deri në këtë moment më e mira dhe më interesante, po e vërtetë është Portugalia dhe Spanja në rrotë të veta kanë litor, domthonë për menimin tim ndër më të mirë që mundën me kanë në pozicione. E shoh të Portugalia një ngërç, ndashta në atë faktin që po mendojnë të gjithë se ka me qenë botërori i fundit i Ronaldos, edhe duke po që po kanë shumë dëshirë, ndashta edhe mi ndihmu në asist ose në fitore, pesha që një këgja është duke dollë një ekip shumë i bashkuar, jo komplet, jo kompakt, edhe këtë mendoj që ka me qenë një ndër pikat e dobta të Portugalisë. Ndërsa te Sponja ka të odën në vet në rrotë të veta, mendoj që ka qenë një mungesë te Sponja është lindimi Nico Williams. Është një mungesë shumë e madhe se apet tek sulmi Oyarzabal ka dhënë një pozitivitet shumë të madh, kontribut shumë të madh. Më duket i pat nga 10 ndeshjet me Spanjën i pat 11 golla ose 12, nuk e di sakt me gollin e 2 që shënoi. Po, është duke dhequr me përvojën e tij, faktikisht po realizon shumë me lehtësi. Shumë me lehtësi, edhe si Ochoa është ai. Sakt. Edhe Spanja Kupa Bote. Gjithmonë Spanja ka pas një kësi lloj sulmuesi qendër që ka ditë edhe me shënu golla edhe me lut në atë mënyrën e Spanjës. Mendoj që këtë përballje Spanja do të fitoj në veç në atë aspektin e ODN-s që ka lojës të vetë që nuk del nga loja e tyre. Portugalia mendoj që nuk e ka atë freskin edhe kontinuitetin e vazhdueshëm, e po më dhe me përballjen me Kroacin. Mendoj që Kroacia e ka dominu në shumë momente edhe Portugalin, jashtë asaj që ka ndodhur ai rasti i golit anulimit minutën e fundit, po ato janë të kaluara, kështu që Portugali Spanjë mendoj që ka me qenë ndeshjet më interesante, edhe është derbi. Në derbi nuk mundem me pas shumë favorit, po unë e shoh Spanjën pak favorite, kështu që mendoj që Spanja. Është e pashmangshme me Granitin të diskutojmë pak çfarë në fakt nuk po shkon te Portugalia, pasi siç edhe përmendi Eugeni, spanjollët jemi mësuar të shohim duke pas posedimin e topit edhe nëpërmjet lojës grupore apo kolektive, shpesh edhe situatat i kanë zgjerrur edhe mes fushurët, jo vetëm sulmuesit. Një Portugali që faktikisht ka emra të lojtarëve të cilët e kanë bartur barrën kryesore në për skuadrat më gjigante në Evropë dhe botë, por diçka nuk është duke funksionuar, pasi e thash edhe më herët kanë pas shumë vështirësi, nuk është treguar bindëse, megjithëse dorën në zemër ka ardhur deri në 1/8 e finales. Po sigurisht ndoshta me mund kanë arritur deri këtu, por që
Jo ti kanë, lojtarët i kanë, trajnerin e mirë e kanë, këtë gjithçka është në rregull te ta, përveç Cristiano Ronaldos. Edhe pse sigurisht më pëlqen shumë si lojtar dhe pa të ndoshta Kupa Botës do ishte pak më ashtu e këndshme, po themi. Por Ronaldo kisha preferuar me qenë një prej lojtarëve që fut ndoshta në lojë në 20 minutat e fundit. Dhe atëherë të jetë fokusit e ai, prej fillimit për minutën e parë, mandje ndaj Kroacisë në 2-3 raste për shembull edhe Nuno Mendes që është mbrojtësi më i mirë i krahut, gjithsesi donte me pasu topin te Ronaldo dhe pse po t'i hapësirë të jashtëzakonshme për me gjujt topin gol. Edhe lojtarë tjerë që kanë shënuar golla me skuadra si Bruno Fernandes, është në hije, është të thash Vitinha që nuk është që po e tregon veten, Joao Neves, lojtarë tjerë të cilët gjithmonë kanë qenë krucial për skuadrat që kanë luajtur në Evropë. Tani fokusi është në krah, edhe topat te Ronaldo. Kjo është duke po themi ashtu duke ia dhënë një ngërç kombëtarës së Portugalisë, përndryshe lojtarët i ka tepër të mirë. Bernardo Silva luan rezervist, imagjinoni çfarë lojtare klasik. Edhe Tesete ka pas sezoni fantastik këtu e lan pikërisht Phil Foden në bankë rezervë. Edhe për kundërmoshës që ka, e shumë lojtarë tjerë që Portugalia mendoj që është e kompletuar përveç faktit të Ronaldo që nuk e di, edhe ai vetë do të më pranojë, më thonë që hen këtij sulmuesit të Ramosit hen të luaj pak deri në minutën 65 tani jon. A disa është e vështirë ajo, Planet. Ne kemi qenë futbollista, vërtet është shumë e vështirë kur ke një ori aq të madhe dhe një ego në kuptimin pozitiv, të cilën e ka tash që kur ka nisur të bëhet yll Cristiano Ronaldo, që dorën në zemër, edhe unë e pëlqej shumë, edhe e favorizoj shumë nga se për shkak të punës së tij edhe Portugalia ka arritur shumë suksese në këto vitet e fundit. Jo se dua të kundërshtoj sepse ne kemi pas edhe diskutime. Ideja është kemi pas diskutime edhe të mëhershme sari që kemi pas takime, por gjithsesi me një pjesë të madhe që the edhe pajtohem. Vetëm me një gjë nuk pajtohem. Carlo Ancelotti, përgjithësi i Brazilit, e ka marrë në përbërje Neymarin. Arsyeja është një dhe e vetme. Kontributi që Neymari ka dhënë tek Brazili viteve të fundit ka bërë që ai të jetë pjesë e ngjarjes së madhe e të mbesin jashtë listës shumë futbollistë tjerë që kanë pas lojra më shumë se sa Neymari që edhe është Joao Pedro është jashtë lojtori i Chelsea që ka pasur një sezon shumë të mirë në Premier League. Kjo është edhe mendoj që është edhe një arsye tjetër te Neymari. Të gjithë kemi ditë që ka qenë i lënduar. Edhe Carlo, unë e komendu mendimi jam ka qenë që nuk do të ftohet nga Ancelotti. Shumë e komendu se duke pa Ancelottin që është një trajner kaqja me përvojë edhe po edhe ai ro prej mediave, mendoj që edhe tifozëve. Mendoj të është me pjesën e granitit edhe me gjysmen që unë faktikisht të mundova kështu ta shtoja edhe pse. Ti po bani farë po thuhet që e kanë marrë ndoshta për prestazh, në farë mënyrë për kontributin që ka bërë te Cristiano Ronaldo. Te Cristiano Ronaldo po them se në një farë mënyrë edhe përgjithësi ka frikë të madhe. Nëse nuk e inkuadron, do të shkarkohet, jam i bindur. Se po flasim për Cristiano Ronaldo që ku ka luajtur ka qenë golashënuesi më i mirë. Po prandaj po them që vetë Ronaldo do të më thonë, "Ok, luni jo tash." Se për shembull në momentin kur Ronaldo ka dalë egon që ka Ronaldo, edhe është nuk ishte ndodhur ky sukses ose kjo punë ose nëse këto çmime të jashtëzakonshme që i ka marrë Ronaldo, nëse ishte nis prej kësaj. Këtë po e them. Po jo, pajtona. Ai do ta ketë të vështirë edhe pasi të përfundoj kampionatin botror, edhe po që se eliminohet nga Spanja, nga se do ta pritoj shumë rënd. Pasi do të jetë kampionati i fundit për të edhe parandeshim me Kroacinë, motrave që kishte dalë me një histori aty që kishte thonë mundet me qenë kampionati botror i fundit për Ronaldon. Në një mënyrë e thanë edhe për Luka Modric, ndoshta kjo ka qenë edhe për mja hik pak atë stresin që e ka kopë me çdo kusht ta fitojnë në Kupë botën, ndoshta kjo është edhe është kryesorja rreth skuadrës të Portugalisë, duke munduar që ta granitin mi ndihmu. Absolutisht, edhe që edhe unë kom po atë në rastin e Mendesit, domethënë kish pas rast shumë vetëm me tash tu dosh me ndihmu në disa lloje janë duke dëmtu.
Edhe normal, Cristiano Ronaldo është nuk është një moment, po një moment mendoj që luan rol aty sekundi edhe është një lojtar i madh që nuk Demi zgjidh situatat në raste të shumë. Sidomos penalti është jashtëzakonshëm. Gjithsesi, penalti ka kështu specialitet. Jo, desha them që nganjëherë Granit jam i bindur që dëshira kalon ose te kalon edhe kufit për te kufeve të mundësive. Ndodh në jetë, po them. Kështu që edhe kjo mund të ndodhë Cristiano Ronaldos. 3 ose 4 minuta i kem për t'i analizuar edhe 3 ndeshjet e tjera që do zhvillohen më shtatë korrekt. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Belgjika, Argentina, Egjipti, e përmendëm herët edhe Zvicër, Kolumbi. Nga një parashikim kështu, siç edhe e do zakoni. Po po fillojmë atëherë me ndeshjen SHBA Belgjik, SHBA është ndoshta një befasi, por veç po e përmendën në stop që është fakti si vendas, ndoshta e ka pru drejt në entitetin e finales, edhe pse me paraqitje më ka befasu tepër shumë, sepse ka bënë një paraqitje shumë të mirë. Nëse se ndeshje që ka zhvillu, ndoshta edhe trajneri është i mirë, Pochettino i cili ka kaluar një karrierë të mirë edhe në Premier League, kështu që ndoshta i njeh edhe pak a shumë edhe lojtarët edhe kombëtarë të tjera. Por ndesh Belgjika e kin padh që është kualifiku. Po themi ashtu me fat, ndoshta këtë fatin e ka harxhu te ndeshja me Senegalin dhe ka më qenë ndoshta shumë vështirë me kalu SHBA-n. Fati u harxhu tash SHBA-ja po e çojnë atutje po themi ashtu. Po analizojmë pak në formë shoqërore sepse është tepër i paparashikueshëm. Nuk ka qenë Belgjika si dikur. Jo, Belgjika si dikur nuk është prej kohës kur 2018 nëse s'ka bëj, ka qenë shumë afër me Hazardin e De Bruyne, ka qenë në formë me Lukaku e lojtarë tjerë, tash nuk është më Belgjika e tillë, kështu që Belgjika gjithmonë ka më shku veshtura sepse kemi pasur që s'ka prodhim shumë në kombëtare përveç Jeremy Doku, i cili ndoshta është për mu veçu, tjerë nuk ka shumë yje. Kështu që përveç këta De Bruyne dhe Lukaku, të cilët vetë që kanë përfunduar, ndoshta është, po themi kështu, kupa botës e fundit, po. Argentina zgjep të kem përmend, pothuajse, mendoj që Argentina është favorit për me kalu. Të ndeshja Zvicër Kolumbia thash edhe më herët që Kolumbia është e shkel secilën kombëtare, sidomos në terrenet me temperaturat larta. Që po i përshtatet. Por Zvicra po shpresoj që kalon veç për shkak Granit Xhakës dhe Ardhën Jasharit. Po të SHBA-t luan rol shumë trajneri Pochettino ka bënë një ekip, ka komponuar një ekip goxha të mirë. Edhe një mendimi që Belgjika është shumë e fat që ka kaluar edhe Senegalin, mendoj që është harxhuar ajo ojka e gjeneratës në kohën që kanë pas me Hazardin, De Bruynin, e po edhe në ndeshjen me Senegalin ku trajneri minutën e 60 ndroi nga loja Hazard, De Bruynin edhe Jeremy Dokun. Po mendimin tim ka qenë shumë e gotshme, mirë po trajneri i mur plusat, pozitivitetin e asaj ndeshje. Mendoj që SHBA-ja do të avancoj tutje, Argentinë e Egjipt, edhe këtë mendoj që Argentina te Zvicra me Kolumbin, jashtë asaj që kemi qef na me Granit Xhakën edhe Ardhën Jasharin, mendoj që Kolumbia do të avancoj tutje. Eugena Funa, faleminderit shumë që ishe prezent në këtë emision special kushtuar kampionatit botëror të futbollit dhe në të njëjtën kohë të dëshiroj shumë shëndet e suksese në karrierën tuaj si trajner i futbollit. Fatas faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi. Kënaqësi po ashtu në orën time të djathtë, kolegun, mikun, në të njëjtën kohë gazetarët e sportit nga Index Online, Granit Tërstena, cilin po ashtu për zemrështirës e falenderoj. Fatas faleminderit shumë për te, ishte kënaqësi. Për futbollin diskutuar, për sport edhe që jemi në atë muin faktikisht më të jashtëzakonshëm nga se po ka shumë zhvillime sidomos. Edhe se po lodh me dorën zemrën, na lodh tepër sidomos me orarin, por është një muj të kalojmë. Këto politike se kanë harrohet. Një vjet. Po. Një vjet. Ju zgjat. Ju na kena një muj ose po shohim pak tani fillojnë ligat edhe e kena pak më. Po, është më lehtë. Shumë faleminderit. Dashur dëgjues, të erdhi fundi i emisionit special kushtuar kampionatit botëror të futbollit. Ishim drejt për drejt nëpërmjet valeve tona në RTK Radio 95.7, 91.9, por në të njëjtën kohë kemi qenë në live edhe në rrjetin ton social Facebook. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ju mos u ndani nga ne, qëndroni me Radio Kosovën 1.
World Cup në RTK Radio.